Ju përshëndes të gjithëve nga Breaking në Top News, unë jam Dafina Hysa, do të jemi bashkë në një transmetim të drejt për 3 orët në vijim. Në nisje do të përcjell lajmin më të fundit që ka të bëjë me vendimin e gjykatës kushtetuese. Antarët e kushtetueses të ndarë 5-3 në votim kanë pezulluar vendimin e gjykatës së posaçme në lidhje me zonjën Balluku. Kjo e fundit do të rikthehet në detyrë në postin e zëvendës së kryeministres dhe ministres së infrastrukturës. Ajo u pezullua që nga data 20 nëntor me vendim të gjykatës së posaçme, pasi u more pandehur për procedurat e tenderit të tunelit të Llogarasi dhe lotit 4 të Unazës së Madhe. Në të dyja rastet dyshohet se fituesi është paracaktuar. Menjëherë pas vendimit të gjykatës së posaçme, kryeministri Rama ju drejtuai gjykatës kushtetuese. Në 2 raste gjyqtarët treshja nuk arriti të dalë me një vendim, ndërkohë që sot e kanë shqyrtuar 8 antarët e kushtetueses dhe kanë marrë këtë vendim. Gjithsesi, gjithçka do të përcaktohet në seancën plenare publike që do të zhvillohet në 22 janar. Por deri atëherë, sa të ketë një vendim përfundimtar të gjykatës kushtetuese, zonja Balluku do të jetë në detyrën e saj. Do ta diskutojmë gjërësisht, por në nisje do të ndalemi tek një ngjarje mjaft e rëndë që ka ndodhur në Shkodër, një përplasje masive mes të rinjve, gjimnazistëve, rreth 20 të tillë janë përfshirë në një përplasje për leshje të dhunshme, duke përdorur edhe mjete prerse, 3 prej tyre janë lënduar. Do të shkojmë në një lidhje direkte për ta diskutuar dhe për të marrë informacionin më të fundit mbi shkaqet, nëse ka të ndaluar çfarë ka ndodhur konkretisht. Klodian Zhivani është në lidhje direkte, gazetari Top Channel në Shkodër. Klodian, përshëndetje. Përshëndes, atëherë ngjarja ka ndodhur rreth orës 12 në lagjen Zdrale në afërsi të shkollës Shënaze Juka. Edhe nga ato që dallohen në pamjet e kamerave të sigurisë janë 3 persona të cilët rrethohen nga rreth 10 apo 12 të rinj dhe nisin menjëherë të konfliktohen dhe të dhunohen rënd. Në këtë përplasje janë përdorur mjete të forta, por edhe thika. 3 prej tyre, 2 vëllezër dhe një kushëri i tyre janë dërguar në spitalin Renal të Shkodrës me plagë të lënduar, ndërsa janë jashtë rrezikut për jetën. Më pas, policia ka bërë të mundur edhe identifikimin e disa prej të rinjve të përfshirë në këtë ngjarje, ku njëri prej tyre, një 17 vjeçar, tashmë është arrestuar ndërsa po punohet edhe për ndalimin e të tjerëve. Mirë, unë kam të ftuar në studio ekspertin për çështjet të sigurisë, Faik Basha. Zoti Basha, mirë se erdhët. Kënaqësi t'ju kemi në këtë program. Do të kemi në lidhje direkte edhe avokatin Redi Ramaj. Avokat, përshëndetje. Përshëndetje. Avokati i familjes Martinit të Ndjer, ndërkohë që duket se konfliktet mes të rinjve po përshkallëzohen. Në rasti më i fundit, sikundër po diskutojmë, avokat ishte në Shkodër, disa prej tyre janë lënduar. Si e shpjegoni për shkallëzimin e konfliktit mes të rinjve deri në përmasa të tilla, avokat? Kemi paralajmëruar, Dafina, edhe te ju dhe me mediat që rasti i Ndjerit Martin Cani nuk ishte rasti vetëm, është një rast i përsëritur fatkeqësisht dhe vazhdon të përsëritet edhe mbas tragjedisë vrasjes Martin Canit. Asnjë mas nuk është marrë nga institucionet përgjegjëse që duhet marrin dhe kanë për detyrë të mbrojnë fëmijët nëpër shkolla, është institucion shtetëror, institucion publik i cili duhet të ketë siguri maksimale. Nuk mund të jemi në mëshirë të fatit kur flasim për fëmijë. Dhe ngjarjat kanë treguar, jo vetëm kjo ngjarje dhe ngjarja e Durrësit, po dhe ngjarja e sotme, që fëmijët qarkullojnë me armë të ftohta ose me mjete mbrerëse, të cilat mundet të përbëjnë rrezik për jetën e fëmijëve të tjerë. Dhe gjithashtu dhe në shkollën Fanoli, po dhe në shkolla tjera të Tiranës, tregohet që qarkullojnë dhe të mitur ose të rritur të tjerë me armë zjarri, gjë që është katastrofike dhe duhet kishim patjetër ndërhyrje të institucioneve shtetërore që raste të tilla mos ndodhin, por fatkeqësisht nga mbas një viti nga ngjarja në shkollën Fanoli, na përsëriten çdo ditë më tepër ngjarje të tilla ku dhuna shfaqet masivisht. Jo vetëm në rrjetet sociale siç pretendoi, por në shkolla dhe në jetën reale. Mirë, kam edhe një pyetje për Klodin për të mos e penguar gjatë edhe për shkak të punës që ka atje në terren. A dihen arsye të kishte një konflikt të mëparshëm, pra në një farë mënyrë Klodi ishte një ngjarje paralajmëruar? Po, do t'jemi në rilidhje sërish, ndërkohë zoti Basha, si e shihni ju rolin e autoriteteve në momentin që në mënyrë të përsëritur kemi ngjarje të tilla, konflikte
qoftë mes nxënësve në 9 vjeçare, qoftë mes atyre në gjimnaz, në shkollën e mesme? Shiko, pa dashur të me qenë qëllimi që të kundërshtoj avokatin, as të mbroj institucionet, as të jap atë çfarë nuk meritojnë, por as të japim një peshë të cilën nuk duhet që ne t'ua vëmë bisupe, por as të shfaqsojmë prindrit të cilët kanë një rol të jashtëzakonshëm në drejtim të mirë edukimit, kontrollit dhe bashkëpunimit me institucionin ku ato kryejnë mësimin. Dukshëm është nuk është brenda institucionit shkollës. Pra, kemi të bëjmë, jemi jashtë. E kam gazetarin në lidhje, do t'i marrë edhe një koment. Klodi, a ka pasur një konflikt të mëparshëm, a ka lindur në ambientet e shkollës, pra çfarë dihet? Është një farë mënyre një konflikt i sotëm, por i paralajmëruar më herët nga përplasjet të mëparshme? Me ato çfarë po heton edhe policia ka patur një konflikt më të hershëm mes të rinjve, por nëse në shkollë apo jashtë shkolle këtë ende nuk e dim, të rinj po merren në pyetje, por fakt është se 2 prej të plagosurve janë nxënës të shkollës aty afër ku ka ndodhur ngjarja. Pra bëhet fjalë për një konflikt i cili ka nisur kohë më përpara dhe sot duket qartë edhe nga pamjet e kamerave të sigurisë që e kishin lënë për të takuar aty dhe pastaj ndodhi ajo çfarë ka ndodhur. Po, arsyeja e këtij konflikti dihet? Jo, arsyeja ende nuk e dim se cila është arsyeja e këtij konflikti, por sipas policisë dyshohet normalisht duke parë edhe moshën që konflikte banale të lidhura me problemet e moshës. Apo nuk dihet kjo? Aty dyshohet për konfliktet nisura nga rrjetet sociale. Ndërkohë, edhe pritet të ketë masa të tjera nga ana e policisë sa i përket të përfshirëve në këtë incident, sigurisht mbi 14 vjeç secili prej tyre ka përgjegjësi penale në momentin që konsiderohet se ka kryer një krim. Njëri prej tyre është arrestuar, po punohet për të arrestuar edhe të tjerët, po merren edhe në pyetje të plagosurit edhe familjarët e tyre. Tani mbetet policisë, organeve të tjera, shkollave, sepse është një problem i cili na prek çdo ditë, jo vetëm Shkodrën, por gjithë Shqipërinë. Klodi, të falenderoj për gjithë informacionin e përcjell. Punë të mbar. Zoti Basha, për ta vijuar. Pra është e paqartë nëse konflikti ka nisur në ambientet e shkollës apo jo, 2 janë zonës të gjimnazit, ndërkohë që janë përfshirë në përplasjen e sotme të dhunshme rreth 20 të tjerë. Atëherë, prandaj them që mos të mundohemi të fajsojmë institucionet sepse nuk e zgjidhim problemin. Kemi dalë me deklarata, kemi dalë me komunikime, kanë dalë zyrtarë, kanë dalë përfaqësues, kanë dalë të gjithë dhe kanë fajsuar institucionin pafund. A u zgjidh gjë, nuk zgjidhet gjë. Pse? Unë jam dakord që institucioni i arsimit, qoftë niveli i sigurisë, qoftë zinxhiri i sigurisë i cili përbën disa institucione me radhë, duhet përmirësohet, duhet të kihet vëmendja, por kemi 20 fëmijë të cilët përfshihen në një konflikt të vetëm. Që do të thotë problematika është përtej institucionit dhe përtej derës së shkollës. Dhe është sociale, dhe është shoqërore, dhe është prindërore. Nëse nuk futen më njëherë prindrit në lojë, për të parë se ku i kanë fëmijët, çfarë bëjnë fëmijët, si sillen fëmijët, ku e kalojnë kohën e lirë fëmijët, pse vinë fëmijët mërzitën në shtëpi, kush ka qenë aktiviteti i tyre ditor. Nëse do të mendojnë se e kanë të siguruar dhe e kanë të edukuar fëmijën tek shkollat, e kanë shumë gabim. Dhe nuk po kryejnë detyrën e tyre si prindër. Dhe mos kryerja e detyrës si prindër duhet i ngarkojë patjetër me përgjegjësi. Nuk mundet ne të themi që e ka fajin inspektori i policisë pse zihen 20 fëmijë, e ka fajin psikologu apo e ka fajin mësuesi kujdestar. Patjetër që le të shikohen dhe të kenë ato përgjegjësinë e tyre, dhe të kenë ato vëmendjen e tyre dhe të japin ato llogari për sa i përket procesit. Apo japin në raste të tjera kur incidentet kanë ndodhur pikërisht ose kanë lindur në ambientet e shkollave, kanë qenë në dieni rasti më i rënd, më tragjik është ai tek Fanoli. Dhe deri tani nuk ka pasur përgjegjësi në nivel të stafit apo qoftë të rojeve të sigurisë. Duhet vërtetuar dhe duhet nxjerrë përgjegjësia nëse ka patur apo nuk ka patur. Është thënë që ditën e premte ato kanë patur një konflikt. Është hetuar, është komunikuar, avokati ka informacione, besoj që duke qenë që ka qenë mbretësi të kësaj situate dhe duhet shikohet çfarë masash janë marrë për atë. Por unë besoj
që rrjetet sociale po janë faktore se janë përçues të problemit dhe të vazhdimit të komunikimit dhe të konfliktit. Dhe duhet parë, kemi shtetet shumë demokratike, mos gaboj dhe Kanadaja ka mbyllur rrjetet sociale për nën 16 vjeçare. Australia, në fakt edhe Franca po bëhet gati. Do ta diskutojmë gjërësisht sot nëse edhe Shqipëria do duhet të shkojë drejt një vendimtare të tillë. Shiko, duhet ta marrim shumë seriozisht çështjen e edukimit, sjelljes dhe kontrollit të fëmijëve dhe duhet patjetër që të futet i gjithë zinxhiri psikolog, mësues kujdestar, drejtorit e shkollës dhe prindërit në një zinxhir ku të bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Duhet të përfshihen në një zinxhir. Avokat Ramaj, ka kaluar më se një vit që kur Martin Cani mbeti i vrarë nga goditja me thik pikërisht nga bashkëmoshatari i tij, ky fundi tashmë edhe është ndëshkuar, është dënuar me vendim të gjykatës së shkallës së parë. Ju shihni një reflektim të institucioneve, një përmirësim të situatës nga ajo kohë kur ndodhi kjo ngjarje e rëndë në qendër të Tiranës? Shiko Dafina, unë prandaj jam i shqetësuar për këto lloj situatash për një fakt shumë thjesht. Unë pajtohem me mikun tim zotin Basha për çështjen e familjes, kjo është e padiskutueshme. Hajde diskutojmë kush janë defektet e familjes shqiptare. Nuk kam asnjë lloj problemi. Mirë është të mbajmë përgjegjësinë gjithë ata persona të cilët edukojnë ose keq edukojnë fëmijët e tyre dhe i çojnë deri në pikën që të qarkullojnë me armë të ftohta me thika dhe të dëmtojnë fëmijë të tjerë, pra është kulmi i mos edukimit të këtyre fëmijëve, por në momentin që këta fëmijë shkojnë në shkollë dhe shkolla nuk bën as minimumin e mundshëm të përgjegjësive të detyrave të saj, që këta fëmijë minimalisht mos konfliktohen, jo nuk është çështja vetëm brenda shkollës së tyre, se au konfliktu brenda, por plaset e para mund nisin pikërisht aty, bullizimi, përdorimi në rrjetet, për plaset debatet në rrjetet sociale më pas. Shteti shqiptar i ka kapacitetet për ka psikolog, ka punonjës sigurie, ka njerëz tjerë, cilët minimalisht në rastin e Martin Canit duhet kishin njoftu prindrit për konfliktin e parë, nuk e kam bërë. Por dhe në çdo rast tjetër, masa parë që përgjegjësia t'u mbeti prindërve dhe jo shkollës është të njoftoj për çdo konflikt prindrit dhe jo të thotë që mua më bie rankimi nëse më dalin shumë sherrë dhe dal si shkollë e keqe, unë si Fanoli, apo shkolla tjera. Se kjo është arsyeja? E dyshoni apo? Kjo është një nga arsyet që është në hetim çështja dhe po e heton prokuroria e Tiranës. Por për tek saj, duhet që të japi një lloj edukate. Është e tmerrshme kjo, nëse është e vërtet avokat, vetëm për të mos humbur pikë nga rankimi të fshesh ngjarje të tilla të rënda. Po, jam fsheh me qindra raste, këtë e them me përgjegjësi të plot, jo vetëm shkollën Fanoli, por në çdo shkollë Tiranës, plagosje, deri lej kërcënime, bullizime që s'diskutohen fare, por sepse shkolla nuk do të dali me nam të keq. Asnjë shkollë nuk do të dali me të bie në rankimin e Ministrisë së Arsimit. Merrni informacion zyrtar, ka një raport të KLSH-s, e cili sapo ka dalë para 2 javësh, i cili thotë që përmend dhe rastin e Martin Canit, ku thuhet që nuk ka funksionu në asnjë formë siguria, punonjësi sigurisë në koordinim me drejtorinë e shkollës për rastet e bullizimit, raste ngacmimit, raste të dhunës, raste të goditjeve të fëmijëve. Pra i ke atje të detajuar, i ka bërë dhe një anket, kontrolli i lartë i shtetit, ku ka marrë një sër shkollash dhe një sër fëmijësh në pyetje për sa i përket problematikave që kanë nëpër shkolla. Pra të gjitha këto bashk, mendoj unë, duhen një vëmendje të përqendruar nga shteti në drejtim të institucioneve arsimore në përgjithësi, që të rrisi kapacitetet me mësues, të rrisi kapacitetet me psikolog, t'i bëj efektiv, se kjo është më e rëndësishme. Shkolla nuk është vend për të punësuar militant partije. Shkolla është për të punësuar profesionistë të cilët do edukojnë fëmijët dhe ato kanë detyrën të edukojnë. Patjetër që nuk mund të kenë, duhet të kenë një disiplinë të hekur, nuk mund të kenë arrogancën e prindërve të cilët thonë mos ma prek fëmijën, mos mi bëj kështu, mos mi bëj ashtu. Fëmia duhet shkojë atje dhe duhet kuptoj që është një shkollë publike ku respektohen disa rregulla. Dhe rregullat do mbrojnë dhe atë fëmijën vet, mbrojnë dhe prindrin, mbrojnë dhe fëmijët e tjerë. Po se kuptuam këtë, pra po s'patëm siguri nuk ka asgjë.
nuk mund të ketë mësim. Çfarë mësojnë fëmijët kur s'ka siguri? Kështu që këto të gjitha bashkë duhet i ketë fokus shteti, se shteti e ka mundësinë, nuk e ka mundësinë një prind i cili punon gjithë ditën nga mëngjesi deri në darkë, ka detyrën e pa diskutim të edukimit. Nuk mund të zhvishen prindërit nga përgjegjësia, por jo, po shkolla pa diskutim, po nuk kupton se çfarë ndodh në shkollë, Dafina. Pikërisht, nëse nuk informohet, kjo është krejtësisht e drejtë. Shkolla nuk edukon. Shkolla nuk e ka një lëndë edukat qytetare, por shkolla nuk ka proces të mirëfillt edukimi. Edukon, jo. Supozohet që shkolla të edukon që nga fillimi në fund. Shkolla ka rregulla, ka disiplinë, ka dhe një lëndë edukat qytetare dhe edukon nëpërmjet sjelljes së stafit. Nuk besoj se stafi i shkollës rrihet edhe jep sjellje të paedukuara. Aty nuk shkojnë vetëm për të marrë një jo, nuk do. Procesin e edukimit e ka prindri, mos i ngatrojmë gjërat se nuk i shërbejmë situatën. Procesin e edukimit, se çfarë është sjellja, çfarë është edukata, çfarë është ndaluar, çfarë është kontrolluar. Avokati e kriti shumë mirë shqetësimin, nëse mësuesit nuk njoftojnë për të mos ulur pikët, në shkollë në rankim. Përpunohet në veçanti me edukimin e fëmijës. Pasha, nëse stafi arsimor, stafi pedagogjik i mban të fshehta këto ngjarje për të mos ulur shkollën nga rankim. Të ndëshkohen, të përjashtohen përjetësisht nga mësimdhënia nëse bëjnë këtë lloj gjeshtes, nëse fshehin konflikte, mbështesin një grup të konfliktuar apo çfarë do lloj ndërhyrje dhe çfarë do lloj fshehje të këtyre problematikave që lindin brenda shkollës duhet të përjashtohet përjetësisht nga mësimdhënia. Patjetër, por nuk duhet ngatrojmë dy proceset, sepse procesin e edukimit e ka familja dhe e kanë prindrit, e kanë detyrë prindrit të edukojnë, dhe të mirë edukojnë një fëmijë. Shkolla ka proces mësimi, e mëson në gjithë problematikat e tjera që i përkasin shkollën, po nuk ka proces të veçantë për edukimin. Ajo edukon nëpërmjet sjelljes së stafit pedagogjik, nëpërmjet mënyrës se si e ka të organizuar procesin, po kur nuk ka shkolla proces edukimi, se duhet i ngatrojmë këtë. Prindri kufizon, prindri mëson, prindri i tregon dhe prindri kontrollon sjelljen e fëmijës. Çfarë është prindri? Çfarë përgjegjësie ka prindri? E çon në shkollë dhe i thot, i shko ma edukon ti fëmijën tim, për fëmijë një klasë ka 30 në çdo konflikt ka një agresor, dhe ka edukim në grup, nuk ka edukim personal. Ka një viktim, avokat, zoti Basha. Po pra, kemi një fëmijë që mund të jetë edukuar mjaft mirë, po bie pre e konfliktit të një fëmije i cili nuk është përdor procesi i edukimit nga familja e tjetër. Dhe prandaj problemi i kësaj familje atëherë, i familjes që e ka edukuar më së miri. Doni ta themi ne që nga prindrit të zënë, që nga të ngarkuar me punë, që nga gjitha. Po, patjetër, po nuk është parësore vetëm zënja, se punojnë 2 apo 3 punë, thonë, për të kaluar një proces të vështirë ekonomik, jo, se po punove 3 punë, po punove 3 punë nuk është më proces ekonomik, po është proces mirëqenie dhe do zhvillim, do karrierë, po jo, tani duhet kesh karrierë, dhe dy prindrit s'mund bëjnë karrierë, edhe mund bëjnë karrierë që marrin dhe i dado, ka dhe nga këto prindër që marrin një dado dhe e nxjerrin fëmijën në orën 6 mëngjesit nga shtëpia dhe vetë futen në orën 12 natës në shtëpi, edhe mund të ketë edhe 6 muaj që nuk e kupton fare se çfarë sjellje nuk e takon fare fëmijën. Duhet i thirr pak mendjes dhe duhet i thirr pak konshiencës me i thënë që ke edhe 2 fëmija, një fëmija. Kjo nuk është e përgjithshme, zoti Basha. Edhe ato fëmijë që janë konfliktual, nuk janë përgjithshëm. Janë një pjesë atyre të cilët krijojnë gjithë në Shkodër 20 të përfshirë. 20 të përfshirë, pra 20 të përfshirë, por mund kemi përfshirje masive. Avokat një koment fundi për kaluar në një tjetër zhvillim. Ka prindër që nuk mbyllin dot muajin, edhe nuk kanë mundësi ekonomike dhe janë shumicën e kohës jashtë shtëpisë. Kjo nuk justifikon që të kenë jashtë vëmendjes dhe jashtë kujdesit fëmijët që kanë sjellë në jetë, avokat. Se kemi diskutuar gjatë është dhe zoti Basha dëshmitar, po a trajton në një gjë, a ka ndihmuar ndonjëherë shteti për fëmijët se si ti mbajnë ti rrisin ti edukojnë dikë në një familje shqiptare, unë nuk di. Tani ka vështirësi shumë mëdha, nuk po ve fajin as kujt, as shkollës, por po them kur je profesionist dhe paguhesh për të mbajtur fëmijët, duhet i mbash në formën që duhet dhe me disiplinë. Nuk po them fare që se ka dhe disa prindër arrogant që vinë aty dhe i bëjnë presion mësuesve. Edhe kjo është e vërtetë dhe duhet thënë. Nuk duhet të jetë dhe një herë autoriteti mësuesit duhet të jetë autoritet. Duhet të trajtohet me dinjitet.
Po jo që ti thush hajde ta kalojmë radhën, erdhi ky fëmia sot për cilën drek edhe më ze sikur nuk ekziston. Ama se kështu zihen këta, kështu pinë këta, kështu marrin alkol, kështu marrin duhan, s'po do me ditë njëri. Jo më ti bëj detyrën tënde, pastaj është detyrë prindit ta çojë deri në fund, në mënyrë të padiskutueshme. Por ai do bëj detyrën e vet në shkollë. E diti sa nota fiktive vendosen sot në shkollë, në shkollat publike, janë tërësisht nota fiktive. Asnjë nuk është në lartësinë e notës dhe I mësojnë parazit, I bëjnë më të dembel. E qartë, ka një sër problematikash nëse futemi aq thellë edhe tek çështja e mosimdhënies, cilësia. Duhet kaloj në një zhvillim tjetër, ka të bëjë me një tjetër konflikt që ka lindur në rrjetet sociale, një ngjarje që ka ndodhur pikërisht në datën 6 dhjetor në Tiranë. Një konflikt I nisur në rrjetin social TikTok gjatë kohës që Gjokën Dre Vata, I njohur me emrin Aron, është kryer një njoftim I policisë, ishte live duke komunikuar me ndjekësit, përpaksa nuk përfundoi në tragjedi pikërisht të mbrëmjen e vonë të 6 dhjetorit në Tiranë. Një 26 vjeçar u rrah barbarisht duke I shkaktuar dëme të shumta në trup, po ndjekim edhe pamjet në këto momente, vetëm se komentoi ndaj personit të mësipërm, Aronit dhe e shau atë live. I ndjeri fyer, personazhi I njohur për shumë të rinj që e ndjekin në rrjetin social TikTok. Konkretisht në Shqipëri është I ndaluar, por gjejnë mënyrat për të hyrë sërish me aplikacione të ndryshme. Dikush u kujdes ta dokumentonte pasi gjatë goditjes në kokë me çekiç në zonën pranë rreth rrotullimit të freskut e filmoi atë për t'ia dërguar Gjokën Dre Vatajt. Pra, ja është momenti kur vetëm për një koment që ka bërë kundër tij në rrjetet sociale në TikTok është dhunuar në mënyrë barbare me çekiç, sikundër po e ndjekim në këto momente. Në pranga ka rënë autori I dënuar edhe më herët me 11 vite burg, Helidon Marku, sipas policisë rezulton I skeduar më parë për mbajtje pa leje, gjithashtu në hetim është vënë edhe një person tjetër, 33 vjeçar, që e ka shoqëruar Helidon Markun drejt vendit të ngjarjes dhe ka refuzuar të kallëzojë krimin në polici. E tmerrshme. Basha, po diskutonim në fakt një konflikt që dyshohet në Shkodër të ketë lindur mes gjimnazistëve për rrjetet sociale. Për një koment fyes që I ka bërë në TikTok, gjatë momentit që ishte live përdoruesi me emrin Aron, mbështetësit e tij e kanë dhunuar në mënyrë barbare, sikundër janë këto pamje me çekiç. Mendoj që të paktën për vendimin e mbylljes së TikTok ka qenë vendim mjaft I duhur, sepse ne kemi diskutuar edhe në panelin tuaj efektin e TikTokut, çfarë po ndodh me shqiptarët dhe kemi bërë edhe krahasime ku një pedagog, një shkrimtar dilte live në këto rrjete sociale dhe nuk merrte 3 shikime dhe këto njerëzit të cilët nuk kanë asnjë lloj etike, nuk kanë asnjë lloj profesioni, janë thjesht njerëz në termin popullor rrugaç, të cilët promovojnë dhunë dhe promovojnë konflikte në këto rrjete sociale dhe ndiqen dhe sigurisht që kanë krijuar me 10 konflikte, janë rrahur barbarisht, kanë ndjekur makina, prona, kanë vendosur tritol vetëm për shkak të konfliktit që e kanë nisë nëpërmjet këtij rrjeti social. Nuk është faj I rrjetet sociale, është faj I kësaj shoqërie, është faj I këtyre personave të cilët po krijohet hapësirë. Se vetëm aty lejohet të inkurajohet dhuna, të nxitet, edhe përdoruesit e tjerë vetëm për një koment të tillë, që edhe fyes nëse ka qenë nuk mund të përfundojë duke u dhunuar tjetri. Nuk është faj I rrjetit social. Nuk është faj I rrjetit social. Është faj I këtyre barbarëve që sillen barbarisht edhe e kanë në tru, në kokë këto lloj sjellje dhe këto mentalitet. Këto përfitojnë nga rrjeti social sepse ky rrjet social në Shqipëri nuk ka asnjë lloj filtri. Sepse kompania e cila menaxhon këtë rrjet social të lejon të komunikosh me çdo lloj gjuhe dhe nuk të bllokon, ndërsa për shembull një pjesë tjetër e rrjeteve sociale nuk të lejojnë të përdor dhunë, fjalë të cilat nuk bien ndesh me rregullat e përgjithshme të komunikimit. Avokat Ramaj, si e shihni ju për shkallëzimin e një ngjarje të tillë, dhunën, ne po përcollëm në fakt edhe pamjet janë mbuluar pjesërisht për shkak se janë të tmerrshme, teksa dhunohet 26 vjeçari me çekiç vetëm për një koment që I ka bërë në TikTok. Pati një vendim të qeverisë për ta mbyllur TikTokun, megjithatë duket se përdoruesit gjejnë mënyra të tjera sërish për ta aksesuar atë. Po, ngjarja është tragjike, Dafina, kemi diskutuar çështjen e TikTokut, nuk ishte serioze nga ana e qeverisë vendimi, ishte vetëm për të bërë show. Unë jam që mos
mos asnjë i mitur 9, 15, 16, ai ta vendosim 14, mos përdori rrjetet sociale. Të paktën shumicën e rrjeteve sociale të cilat janë problematike dhe kanë sjellë këto lloj situatash. Çfarë mund të bëjnë autoritetet për ta parandaluar këtë situatë, këtë nxitje të dhunës për shkak të TikTokut? Mundet të gjehet zgjidhja për parandalimin që të miturit mos të hapin dot akkaunte në një farë. Nuk janë të mitur, në rastin konkret ne po përcjellim që janë të gjithë mbi 25 vjeçar. Po, ka një gjë dhe kemi diskutuar edhe një herë tjetër çështjen e luftës së krimit kibernetik, pra luftën për një krimi më të zhvilluar tashmë. Pra nëse kemi të bëjmë me krime që shkaktohen online, ose ndodhin si pasojë situatave online, duhet që trajnohen dhe forcat e rendit për të zgjidhur ca situata dhune, hetimi në veprime kriminale që bëhen nëpërmjet rrjeteve sociale, dhe më pas transmetohen dhe ndodhin në jetë reale. Ne kemi shumë të vështirë dhe me legjislacion penal, po dhe me hetime, me trajnimet policisë që të gjëmojmë këto lloj situatash. Nuk mundet që policia shtetit të vazhdojë me metodat e para viteve 90 për kryerjen e disa hetime, sepse ka avancuar krimi. Dhe këto ngjarje duhen dënuar në ashpërsinë maksimale, sepse janë krime shumë të rënda për motive banale dhe krime të cilat sjellin pasoja shumë të mëdha. Nëse dikush shkon dhe vret dikë me çekiç ose godet me çekiç në atë formë, vetëm për shkak të një komenti, do të thotë që këtu çfarë mund ndodhi në rast se ndodh diçka më e madhe ndaj atij personi apo ndaj personave të tjerë. Kështu që këtu duhen masa drastike nga ana institucionit. Përdoruesi TikTokut, i cili në fakt edhe e ka nxitur dhunën ndaj 26 vjeçarit pas komentit të bërë ndaj tij. Çfarë përgjegjësie ka në rastin konkret? Bashkëpunëtor. Ai është njësoj fajshëm si personi i cili ka kryer veprimin. Janë të dy të fajshëm njëkohësisht, pas një lloj dallimi. Sepse ai ka nxitur dhe ka bërë gjitha veprimet që tjetrit shkonte më pas dhe të bënte veprimin e dhunshëm. Duhen trajtuar këto raste dhe rast pas rasti, po dhe në përgjithësi për të parë se ka shumë gjuhë, dhune, urrëtie në këto rrjete sociale dhe janë publike, na qarkullojnë të gjithëve nëpër telefona këto lloj situatash. Besoj i kalojnë dhe policisë shtetit, nuk është se vetëm ne i shikojmë këto ngjarje. Kështu që e kanë të thjeshtë ata për të identifikuar disa individ që janë realisht të rrezikshëm atje nëpër rrjetet sociale dhe transmetojnë rrezikshmërinë e tyre edhe në rrugë. Mirë, ne do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, do të kthehemi më pas për të ndalur në zhvillime të tjera, do diskutojmë gjërësisht vendimin e gjykatës kushtetuese për zonjën Balluku, zgjedhjen e avokatit të ri të popullit Endrit Shabani, sikundër edhe zgjedhjen e kreut të ri të SPAK një ditë më parë Klodian Braho. Publicitet e kthehemi pas pak.